Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 4 tetor 2025. Jemi në ditën e Saturnit. Për fat të mirë jemi gjatë fundjavës, prandaj do të kemi shumë më tepër mundësi që të bëjmë ballë kësaj dite. Do të kemi disa kënde të vështira, të cilat mund të na pengonin që të ishim efikas, po ashtu dhe që të përmbahemi përgjegjësive tona. Disiplina do të na mungojë dhe mund të kemi edhe tendencën për të egzageruar si me ushqimin, po ashtu edhe me aktivitetet të cilat përzgjedhim që të bëjmë. Në këto momente mund të jemi vërtet shumë sentimental, duke qenë se jemi përpara një hëne të plotë. Nga ky sentimentalizëm i lartë mund të dalë në skenë edhe mënyra komunikimi të cilat nuk janë të përshtatshme. Mund të lodhin shumë të gjitha marrëdhëniet tona, por në këtë pikë ato të cilat do të jenë më të prekura do të jenë marrëdhëniet në çift. Sidomos brenda martesave mund të vëmë re diskutime të cilat mund të shndërrohen pothuajse më njëherë në debate. Çfarë do të bëjmë çështja e tij në mënyrë që të eliminojmë keqkuptimin dhe problemet. Në radhë të parë, duhet të komunikojmë në mënyrë të hapur. Kemi një aftësi shumë të madhe për të qenë diplomat dhe për të perceptuar botkuptimin e personave përballë. Këtë do të na duhet që ta përdorim. Sa do e vështirë që të jetë, duhet edhe të përmbajmë rutinës tonë të shëndetshme, duke qenë se do të jetë e domosdoshme për të shpëtuar virozave apo problemeve që mund të kemi në anën shëndetësore. Duke qenë se kemi tendencën e egzagerimit, në qoftë se fokusohemi tek argëtimi, do të kemi më tepër mundësi që të egzagerojmë pikërisht këtë. Mënyra se si mund të argëtojmë më tepër do të jetë nëpërmjet socializimit. Këtu mund të kemi edhe disa njohje surprizë për të gjithë ata të cilët nuk kanë një njerëz në jetën e tyre. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.